Një grup intelektualesh pa reflektu, pa e kuptu se kush janë vetë ata, kanë dalë me folë për identitetin ose për shtresimet e identitetit kulturor shqiptar, pa i kuptu mirë termet dhe duke u mundu, nuk po thamë që kam pas do një agent projekt anti-shqiptar. Por ju e dini se unë jetoj në të tashmen dhe jam në të varë. Mirë, po tani e keni kuptu se unë nuk du të shpjegoj historinë e shekullit 15 me rrëfim, me narracion të sodit, me fjalor të sodit. Kur të flasmi për historinë e shekullit 15, shekullit 6, 7, shekullit 1-2, do të më këthi mbrapa në kohë, u këthi për me ose si kam përdor fjalët atëherë, dhe jo me zbërthy ose me nxjiros një fenomen të historisë me narracionin që ne sot flasmi dhe e kuptojmë njëri tjetrin.